Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Gjykata kushtetuese e Maqedonisë së Veriut mbron vendimin e saj kundër miratimit të ndryshimeve të emërtimit të rrugëve në komunën e Tetovës. Kryetari kushtetueses Darko Konstantinovski vlerësoi se institucioni nuk mund të legjitimojë vendimet e marra jashtë procedurave të parashikuara, pasi një qasje e tillë do të krijonte precedent të rrezikshëm për të gjitha komunat në vend. Duke folur për shfuqizimin e balancuesit, Konstantinovski tha se vendimi nuk cënon të drejtat kushtetuese të qytetarëve, por hap rrugën që punësimi në administratë të mbështetet në profesionalizëm dhe në respektimin e parimeve kushtetuese. Opozitarja BDI në Maqedoninë e Veriut shpreu shqetësimin për mënyrën e trajtimit të shqiptarëve në Ministrinë e Mbrojtjes. Sipas saj, të 10 drejtorët e këtij institucioni janë maqedonas dhe nuk ka shqiptar në pozita drejtuese në nivel drejtorie. Sipas BDI-s, kjo paraqet shkelje të parimit, të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat dhe ndikon në besimin në institucionet e sigurisë. Partia kritikoi dhe partnerët shqiptar në pushtet, duke akuzuar për mungesë të rezultateve në këtë drejtim. Përjashtimi i shqiptarëve nga nivelet ku merren vendime strategjike cënon këtë besim, krijon ndjenjë marginalizimi dhe dëmton karakterin multietnik të institucioneve që kanë përgjegjësi për sigurinë e të gjithë qytetarëve, deklarojnë nga BDI. Rajoni. Merr zyrtarisht detyrën kryeprokurori i shtetit në Kosovë Zejnullah Gashi në praninë të ushtruesit të detyrës së prokurorit të shtetit. Zejnullah Gashi premton se do të shërbejë të gjithëve dhe së bashku do të punohet në forcimin e sundimit të ligjit. Sa po e pranova detyrën nga ushtruesi i detyrës së prokurorit të shtetit zoti Çala. Faleminderit kolegëve për besimin e dhënë. Unë do të jam kryeprokuror i të gjithëve dhe së bashku të gjithë do të punojmë në forcimin e sundimit të ligjit. Kandidati i LDK-s për presidentet Kosovës, Vjosa Osmani, refuzoi të jap detaje lidhur me takimin që ka zhvilluar me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku. Osmani nuk është përgjigjur as pyetjeve nëse do të heqë dorë nga posti i presidentes dhe nëse do të zhvillojë sërish takim me kryeministrin e detyrë Albin Kurti. Krejt këto çështje kur t'i vi koha deklarohen. Shteti i Kosovës shpall non grata ministrin e administratës publike dhe i qeverisjes lokale të Serbisë, Snežana Paunović. Asaj është ndaluar në mënyrë të përhershme hyrja dhe kalimi tranzit në territorin e Republikës Kosovës. Vendimin për shpalljen e ministres serbe non grata në Kosovë ka bërë të ditur ministrin e detyrë i punëve të brendshme Xhelal Zvesla. Sipasi deklarata e ministres serbe përbën vazhdimsi të një politike shtetërore që për dekada ka prodhuar dhunë, krime dhe përpjekje për zhdukjen e shqiptarëve nga trojet e tyre. Ministria serbe Snežana Paunović i ka komentuar të keq interpretuara deklaratat e saj për spastrim etnik në Kosovë nëse do të ishte në kohën e Miloševićit. Në një reagim me shkrim pas kërkesave për dorëheqje nga opozita dhe organizata jo qeveritare, Paunović pretendoi se me fjalët e saj është bërë propagandë. Megjithatë, ajo deklaroi se nuk heq dorë nga politika e Partisë Socialiste të Serbisë, e cila u dhiqi nga Slobodan Miloševići. Deputeti shqiptar në parlamentin e Serbisë Shaib Kamberi kërkoi shkarkimin e ministres Snežana Paunović. Sipas tij, deklaratat fashiste të ministrave të qeverisë serbe tregojnë më së miri se Serbia e Miloševićit vazhdon të mbetet e njëjtë, duke e cilësuar atë si të papranueshme dhe që kërkon reagim të menjëhershëm institucional. Sipas tij, për shqiptarët e luginës Preshevës, deklaratat e tilla nga përfaqësues të institucioneve shtetërore përbën një burim pa siguri e shtesë. Kur një antar i qeverisë flet për spastrim etnik, pjesëtarët e komuniteteve pakice me të drejtë shtrojnë pyetjen se çfarë sigurie mund të presin nga këto institucione, apelon Kamberi. Bashkëkryetari i koalicionit Vlen në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Izet Mexhiti, dënoi gjuhën e ministres së Serbisë, e cila në intervistë publike shpreu keqardhje që territori i Kosovës nuk është pastruar etnikisht nga shqiptarët gjatë konfliktit të vitit 1998. Ai theksoi se mungesa e distancimit të kryeministrit apo presidentit serb nga ky deklarim paraqet një sinjal shqetësues për marrëdhëniet ndërkombëtare në rajon. Kur një zyrtar shtetëror në vitin 2026 shpreh keqardhje që Kosova nuk është pastruar etnikisht, kjo ngre pikpyetje serioze mbi ndryshimet në mendsinë politike në Beograd, deklaroi Mexhiti. Sipas tij, kjo nisëm po shfrytëzohet nga Serbia për abilitimin politik dhe ideologjik në vend që t'i shërbejë objektivit të shpallur për pajtim dhe integrim rajonal. Ministri për ropën dhe punët e jashtme i Shqipërisë, Ferit Hoxha, dënoi deklaratën e ministres serbe për administratën shtetërore dhe vetë qeverisje lokale, Snežana Paunović, për spastrim etnik në Kosovë, duke cilësuar atë të papranueshme dhe fyese për viktimat e luftës. Ai theksoi se normalizimi i krimeve kundër njerëzimit minon pajtimin dhe se ardhmja europiane e rajonit mund të ndërtohet vetëm mbi të vërtetën, përgjegjësinë dhe respektin për viktimat.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama bëri përgjegjëse Serbinë për situatën e krijuar në dialogun me Kosovën. Për Euronews Serbia, Rama deklaroi se Serbia nuk është e gatshme ta pranojë realitetin dhe se nuk ekziston më diçka që quhet Kosova dhe Metohia, por vetëm Republika e Kosovës. I pyetur për faktin se 5 vende të Bashkimit Evropian ende nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, kryeministri shqiptar u përgjigj se 5 nga 27 përbëjnë një numër të vogël e tregojnë se shumica dërmuese e ka pranuar realitetin. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Qeveria shqiptare pranon të shfuqizojë ligjin për investime strategjike, ndërsa ligji për zonat e mbrojtura do të rishikohet për të harmonizuar plotësisht me standardet e Bashkimit Evropian. Reagimi i kryeministrit Edi Rama erdhi pas konferencës së 9 ndërqeveritare Shqipëri Bashkimi Evropian mbajtur në Bruksel. Në prani të komisioneres për zgjerimin Marta Kos, Rama deklaroi se shkak për anullimin e ligjit për investime të shpërmbushë emisionit të tij. Na duhet të shfuqizojmë ligjin për investimet strategjike, që është diçka për të cilin kemi disa kohë që kemi rënë dakord sepse ky ligj ka përmbushur misionin e vet dhe po punojmë ngushtësisht edhe me komisionin për atë që do ta zëvendësoj të ligj. Në lidhje me ligjin për zonat e mbrojtura, kryeministri i Shqipërisë pranoi se ndryshimet synojnë harmonizimin e plotë të legjislacionit me të Bashkimit Evropian në kuadër të procesit negociatave për anëtarësim. Kur bëhet fjalë për ligjin tjetër, nuk kemi asgjë për të shfuqizuar, edhe pse ka pasur një rezolut në Parlamentin Evropian që ka kërkuar këtë, por na duhet ta trajtojmë ligjin mbështetur në të gjitha standardet evropiane dhe të ndryshojmë brenda këtij ligji gjithçka që nuk është në pajtim me standardet evropiane. Komisioneri e Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Kos deklaroi se mbrojtja e mjedisit është një nga kriteret kryesore të procesit të integrimit. Në konferencën e përbashkët me ministrin e shtetit për çështjet europiane dhe mbrojtjen e Irlandës, si dhe kryeministrin Edi Rama, pas konferencës së 9 ndërqeveritare Shqipëri BE, Marta Kos kujtoi se para nisjes së protestave Shqipëria dhe Komisioni Evropian kishin rënë dakord që gjatë këtij viti të rishikohen ndryshimet e vitit 2024 në ligjin për zonat e mbrojtura, si dhe për shfuqizimin e ligjit për investime strategjike. Po edhe para se sa të nisnin këto protesta, kishim rënë dakord në Shqipërinë që gjatë këtij viti do të shfuqizoheshin amendamentet e vitit 2024 të ligjit për zonat e mbrojtura, gjithashtu të shfuqizohej ligji për investime strategjike dhe këto ndryshime do duheshin bërë për të mbyllur negociatat për kapitullin 27 që ka të bëjë me mjedisin e ndryshimin e klimës. Në komentin e saj mbi protestat, Marta Kos deklaroi se ato nuk përbëj rrezik për procesin anëtarësimit të vendit në Bashkimin Evropian. Nuk e shohim rrugtimin e Shqipërisë dhe Bashkimin Evropian në rrezik të provash e sotme që kemi mbyllur 3 kapituj. Lidhur me projektin specifik, mbrojtja mjedisore është pjesë e kritereve të anëtarësimit në BE, kritere shumë të rëndësishme. Dhe aktualisht ka një sër ligjesh që duhen ndryshuar për të përmbushur këtë kriter. Drejtuesi i Prokurorisë Speciale kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, Klodian Bra, mohon mundësinë e ndërhyrjes së kryeministrit Edi Rama në trajtimin e çështjes së imunitetit të ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Pas interesimit të deputetëve të Partisë Demokratike në Komisionin për Nismat Qytetare, Bra sqaroi rrugtimin ligjor që duhet të ndjekin pretendimet e opozitës mbi dyshimet për panshmërinë e sistemit. Për sa i përket ndërhyrjeve të kryeministrit, nëse ju mendoni, nëse keni prova, paraqiteni ato për ndjekje penale në organin kompetent. Unë qëndroj të njëjtin mendim që janë të gjithë barabartë para ligjit. Edhe kam bindje këtë gjë. Më herët deputetja Elta Hoti deklaroi se kryeministri Edi Rama ka ndërhyrë për të shtyrë deri në muajin shtator dërgimin në kuvent të kërkesës për heqjen e imunitetit të ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Në dhjetor pasi pozita penale e ish-zëvendës kryeministres u rëndua për të njëjtën vepër penale, SPAK e ashpërsoi kërkesën për masën e sigurimit nga ndalimi i daljes jashtë shtetit tek kërkesa për heqjen e imunitetit dhe arrestimin e saj. Kush po e pengon prokurorinë e posaçme të zbatojë ligjin? Kur ligji e thot qartë se kur rëndohet pozita penale, duhet të rëndohet edhe masa e sigurimit. Modernizimi i sistemit financiar është në thelb të miratimit të 3 ndryshimeve ligjore nga qeveria shqiptare. Ministri i Financave Petrit Malej bëri të ditur se Këshilli i Ministrave miratoi një paketë ndryshime ligjore që synojnë për afrimin e tij me direktivat e Bashkimit Evropian.
Pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, Malej u shpreh se ndryshimet prekin 3 ligje të rëndësishme, si ligjin për shërbimin e pagesave, ligjin për sistemin e pagave dhe ligjin për bankat në Republikën e Shqipërisë. Sipas ministrit, këto projekt ligje synojnë jo vetëm forcimin e kuadrit ligjor financiar, por edhe krijimin e një sistemi më efikas dhe më të sigurt në përputhje me standardet europiane. Ndër ndryshimet e propozuara ka natyrisht edhe benefite dhe sjell, si thuaç, benefite për qytetarët dhe për bizneset në Shqipëri, ndër të cilat mund përmend që do të kemi një reduktim të kostove për sa i përket transaksioneve financiare, do të ketë një mbrojtje më të mirë të konsumatorëve, do të kemi një rritje të mbrojtjes të sigurisë në sistemin ton financiar, si dhe natyrisht nga ana tjetër nxit edhe konkurrencën dhe efikasitetin në këtë treg. Këshilli i Ministrave miratoi në parim marrëveshjen për sigurimet shoqërore me Republikën e Slovenisë. Në një prononcim për mediat pas mbledhjes së qeverisë, Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj theksoi se deri tani janë 20.000 shqiptarë që kanë përfituar nga marrëveshjet që janë firmosur për njojën e viteve të kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe po vazhdohet me intensitet të lartë. Bashkë me marrëveshjen që po firmosim me Sloveninë, janë 11 marrëveshje të cilat janë firmosur me vendet e Bashkimit Evropian. Dua të kujtoj këtu që kjo është një politikë e cila prej disa vitesh tashmë ka filluar dhe është intensifikuar nga ana e qeverisë shqiptare. Krahas saj, janë edhe 4 marrëveshje të tjera që janë duke u negociuar dhe shumë shpejt do të paraqiten në Këshillin e Ministrave. Bota. Bullgaria nuk i bashkohet vendeve të koalicionit të gatshëm që mbështesin Ukrainën në luftën kundër Rusisë. Gjatë qëndrimit në Paris me rastin e ditës së Bastijes, kryeministri Radev deklaroi se vendi i Bullgarisë nuk është aty. Sipas tij, zgjidhja e konfliktit nuk qëndronte te zgjerimi përmes mjeteve ushtarake, por te një angazhim i fortë diplomatik për t'i dhënë fund përshkallëzimit. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë bëri thirrje për forcimin e mbrojtjes dhe të aftësive parandaluese të NATO-s në krahun verior të aleancës. Johan Vadeful paralajmëroi përritjen e kërcënimeve hibride nga Rusia. Gjatë takimit me ministrin e Jashtëm norvegjez Espen Eide në qytetin Bodø në veri të rrethit Arktik, Vadeful tha se Rusia po zgjeron praninë e saj ushtarake edhe në Arktik dhe po përpiqet të forcojë ndikimin në këtë rajon. Ministri gjerman theksoi se Norvegjia ka një rol kyç për NATO-n, pasi shërben si pika kryesore e zbulimit dhe paralajmërimit të hershëm në Atlantikun e Veriut. Presidenti i SBA-s Donald Trump kërcënoi në mbrëmje se do të zgjerojë sulmet ndaj infrastrukturës civile të Iranit, duke paralajmëruar se në shënjestër do të jenë hidrocentrale dhe urat nëse Teherani nuk rikthehet në tryezën e negociatave. Në intervistë për Fox News, Trump deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të godasin Iranin shumë fort gjatë netëve në vijim dhe paralajmëroi se javën e ardhshme do të sulmohen hidrocentrale dhe urat nëse Irani nuk pranon të negociojë. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.